Ma herë kap djalin prej dore, me dorën. Unë kam qenë i fundit për Shqipëri. Djali jam, në qenë i fundit. Në rrugën e panjore, në rrugën e pakthim që hala sot, e asaj dite nuk di kur gjë për to. Vetëm e di që e kanë kidnapu serbët. Dhe tash u bë një rresht tani prej ma mërmendi kur aty prej 7 vetave të ishin në rrugë pakthim, në rrugë që asot nuk dim kur gjë për ta. Dhe më thonë atë tash, mu që ju me hecë për Shqipëri. Ka qenë në momenti ma i ranë për punjet të tamë. Kanë ardhur 2 ushtarë, a në konë polica ushtara, paramilitara, serbë. Edhe 2 pas tyre, se na fillu në të myrën tonë, me munu mbrojtje me rezistrue, po edhe 2 ardhën tjerë. Ma herë kap djalin prej dore, me dorën. Unë kam qenë i fundit për Shqipëri. Djali jam, në qenë i fundit.